Kush ishte Omeri? Në momentin që përmendet Omeri radiallahu anhu, të nderuar vëllezër, na vjen në mendje tona Omeri gjigant, kryetari i muslimanëve, Omeri i rrept, ai i cili nuk friksohej në kurfar gjendje dhe nuk friksohej përballë çfarëdo armiku që i dilte atij para syve të tij. Omeri i madh, i cili ishte Omeri i drejtë, e shumë gjëra të cilat do t'i mësojmë në vijim. Omeri radiallahu anhu, të nderuar vëllezër, ishte nga fisi Kurejsh, sikurse që ishte edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një fis me të vërtet i madh dhe i njohur në mesin e fiseve arabe. Fisi Kurejsh që mbante primatin për nga aspekti i udhëheqjes tek arabët dhe mbante primatin për nga aspekti i tregtisë dhe aspektet material. Fisi Kurejsh, të nderuar vëllezër dhe motra, që mbante primatin e kujdesit ndaj Qabes dhe kujdesit ndaj idhujve të cilët ishin prezent në Qabe dhe që i adhuronin të gjitha fiset arabe. Pra Omeri ishte nga ky fis që rreth edhe vetë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Andaj, të nderuar vëllezër, origjina e pejgamberit alayhis salam dhe të Omerit tek fisi Kurejsh bashkohet tek një person që quhet Ka'b bin Lu'ej bin Ghalib. Pra të ky person bashkohet origjina Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe Omerit radiallahu anhu, e që të dy ishin nga fisi Kurejsh. Omeri radiallahu anhu lindi 13 vite pas vitit të njohur që quhej viti i elefantit. Ku në atë vit lindi vetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pra Omeri ishte 13 vite ma vonë se sa lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për nga fizionomia, Omeri, giganti sahabëve, ishte i bardhë, por ngjyra e tij anonte nga e kuqja. Omeri radiallahu anhu ishte i bukur. Hundën dhe fytyrën e tij e kishte të bukur, dhe buzët e tij kishte të bukura. Duart e tij dhe këmbët e tij ishin të mëdha dhe ishin të forta. Gjithashtu, të nderuar vëllezër, për nga trupi Omeri radiallahu anhu ishte i gjatë. Dhe ai, të nderuar vëllezër, kishte një mjekër të gjatë dhe mustaqe të gjata. Njëjtën kohë, dietarët e Islamit e përshkruan se Omeri radiallahu anhu kur ecte me shpejtësi. Njëjtën kohë kur fliste, të gjithë e dëgjonin atë nga zëri kumbues që kishte. Njëjtën kohë kur Omeri bërtiste, zëri i tij tingëllon të shumë lart. Dhe kur vinte koha dhe kishte nevojë që të godiste, goditja e tij ishte e fortë nga se ishte një burr i madh dhe i fuqishëm.